Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas lindjes së djalit kuptova se Vesa Luma flet në lidhje me ndarjen nga Big Basta. Pas hyrjes së Big Bastës në ferm, rrjetet sociale u mbushën me aludime për një ndarje apo krisje mes tij dhe këngëtares Vesa Luma. Për të dhënë fund thashë themeve një herë mirë ka reaguar vetë Vesa me një mesazh të gjatë dhe të ndjerë në Instagram. Ajo shpjegon se pjesëmarrja e Big Bastës në reality show është pikërisht një shembull pozitiv për shoqërinë dhe se ideja e pjesëmarrjes ka ardhur edhe nga vetë ajo. Pas lindjes së djalit e kuptova realisht esencën e jetës, shkruan Vesa duke theksuar se ka përdorur gjithmonë platformat e saj për të luftuar modele të gabuara që i ofrojnë rinisë. Ajo shton se është krenare për partnerin e saj duke e cilësuar si repistin më social, më të drejtë dhe me më këmbë në tokë dhe thekson se përmes qëndrimit të tij të qetë dhe të mençur në reality show, ai po jep një shembull të vyer për djalin e tyre dhe të gjithë ndjekësit. Për ta mbyllur, Vesa shkruan me humor. Tani më thoni, të shkoj t'i bëj një surprizë për ditëlindjen time të hënën? Dhe çfarë t'i them nga ana juaj? Se nga ana ime e di vet. U shpreh ajo. Mesazhi i saj u mirëprit dhe duket se i ka mbyllur përfundimisht gojën njerëzve për ndarjen.